Mirë, jemi rikthyer në studio. Në fakt, zakonisht kafja merret më një herë sapo nis dita, duke qenë se kemi nevojë që të zgjohemi nga gjumi, por ne kemi lënë për fund të emisionit kafen, jo vetëm për ta konsumuar, por sepse do të flasim për një studim që është bërë lidhur me të, një studim goxha i gjatë i shtrirë në një periudhë të mirë kohore, e nga ana tjetër ka sjell edhe rezultate goxha interesante të cilat ne do t'i diskutojmë me nutricionistin Pavli Brozi. E kam të ftuar në studio. Pavli, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Tani, me kafen, ti si ja bën? Kafen e pi sapo zgjohesh apo? Tani unë kam marrë kafe këtu. Okej. E pra, se nga që na vjen një herë me bukë, pastaj me kafe. Jemi praktik. Kam marrë këtë kafe këtu, por nuk e kam pirë akoma. Sepse unë pres të paktën 90 minuta mbasi të pi kafen. E dyta është kjo, ndërsa e para nuk e pi kur kafen me stomakun esëll. Kjo është më e rëndësishmja nga të gjitha. Ja them shpesh njerëzve, mos pini kafe me stomakun esëll dhe stomakun bosh. Shumë njerëz mendojnë që mund ta pi, nuk ka asnjë problem, nuk jap efekte, por t'ja shpjegojnë mekanizmin njerëzve. Çfarë ndodh? Momentin që pi kafe, kafja stimulon lëshimin e acidit klorhidrik në stomak. Acidi klorhidrik është acidi kryesor që ndihmon në tretjen e ushqimit. Po në moment që ti e ke stomakun bosh, atëherë nuk ka çat tresi stomaku. Që do tres veten. Do tresi veten, do dëmtosh stomakun, mund bësh me ulcer e kështu me radhë. Mos pini kafe esëll sepse do kenë shumë probleme me stomakun, pa përmendur dhe ankthin, rritjen e tensionit e kështu me radhë. Kështu që unë e para konsumoj mbas buke dhe dyta pres paktën 90 minuta, sepse në moment që ne zgjohemi nga gjumi kemi nivele të larta të kortizolit në trup. Pra kemi nivel kortizolit të lartë. Edhe nëse e shton dhe kafen, kjo do t'japi akoma më shumë rritje të kortizolit dhe do mund të kesh ankth, mund të kesh problem, mund të kesh dridhura, mund të thash rritje tensionit dhe kështu me radhë. Që janë probleme të cilat në një kohë të gjatë për njëri që bën disa sjellje të tilla, sikurse mund të jetë konsumi i kafes pa pirë ujë ndonjëherë, ose edhe pa ushqyer, mund të përkthehen në probleme më të mëdha më vonë. Megjithatë, kafja është një e mirë e keqe e domosdoshme. Po ta themi kështu. Po, patjetër. Dhe besoj që ky studim na e reflekton fare mirë këtë, duke qenë se na tregon edhe një rrezik më të ulët, 18% më të ulët për demencën, po jo vetëm apo jo. Patjetër. Tani, shiko, si çdo lloj ushqimi, si çdo lloj gjëje në jetë, ka moderim. Kafja është një fakt interesant është që është burimi kryesor i antioksidantëve në dietën perëndimore. Sepse njerëzit nuk konsumojnë shumë ushqime të shëndetshme, edhe kafja mbetet burimi kryesor. Atëherë kafja është shumë e pasur me antioksidant, ka goxha antioksidant. Edhe këto antioksidant ndihmojnë shumë benefite në trup. Ky studim është bërë për 43 vjet shtrirje në kohë me 140.000 persona, edhe ka parë që për këto persona që konsumojnë 2 deri në 3 kafe në ditë, kanë 18% më pak mundësi për demencia. Gjithashtu, edhe persona që e kanë pas predispozim demencian, pra demencia gjithë persona që nuk e din, është smundje që prek trurin, prek harresën, prek njerëzit fillojnë degradojnë logjikën, çdo lloj gjëje. Pra me kalimin e moshës, prek demencia personat, pra me trurin. Kështu që konsumimi 2 deri në 3 kafe në ditë ul 18% këtë gjë. Sa konsumimi i çajit 14%. Kafja e ka më të fortë. Tani, do doja ta sqaroja pak të Pavli, se unë kam dëgjuar shpesh që ndonjëherë çaji mund të jetë më efektiv në atë zgjimin e trupit se sa kafja. Është mit, është e vërtet, pse ndodh, nga vijnë gjitha këto gojdhëna, se unë po i referojmë tani gojdhëna, po një bindje kam që diçka të vërtet ka këtu. Atëre, çaji ka efekt më të lehtë se kafja, them drejtën. Çaji, domethënë t'ia shpjegoj njerëzve me terma të thjeshtë. Nëse pi kafe, do kesh efekt më të fortë, më të shkurtër. Nëse pi çaj, për shembull siç është çaj zi, çaj eshil, çaj mate, gjithashtu. Se varet edhe nga lloji i çajit, se nuk po themi për çajin e kamomilit, se ai historikisht njihet për gjumin. Ai bën gjumë. Çaj mate për shembull, ka efekt më të lehtë, por më afatgjat. Kështu që nëse domethënë njerëzit ta ndajnë në 2 mënyra. Nëse duan efekt shpejt tani edhe të shkurtër, të pin kafe. Nëse duan efekt të lehtë, por që t'i zgjasin më shumë, më afatgjat pra në energji, në fokus e kështu me radhë, mund të konsumojnë çaj siç është çaj mate. Çaj mate është super.
Kështu që një zgjidhje tjetër e keni përveç kafes, është edhe afatgjat. Nuk ta jep efektin me një herë, do të kërkoj më shumë kohë, por do ta mbaj më gjatë dhe do ta ndjeni trupin më vital dhe më me energji. Tani, do doja të më sqaroje pak atë pjesën e 90 minutave nga momenti i zgjimit. Okej, këtu u ndalëm, trupi ka nevojë që të procesoj, të zgjohet praktikisht. Po, të ulet niveli kortizolit që kemi ngritur. Po tek gjumi si mund të ndikojë? Atëherë, shiko çfarë ndodh. Momentin që ne pim kafe, kafja qëndron të paktën 6 orë në sistemin tonë. Kështu që, nëse ti, për shembull, pi kafe e zëm në orën 6 mbas dite, është 100% e sigurt që do të qëndrojë deri në orën 12 të natës të paktën në sistem. Tani shumë njerëz unë njoh që dhe pin kafe dhe në 11 natës dhe thonë unë flej gjumë top. Por çfarë ndodh? Ti flej gjumë top me tënden. Më thënë të zej gjumi, sepse të janë shkatruar receptorët që blokon kafja. Por ama ta kesh sigurt nuk do bësh gjumë të thellë. Atëherë gjumi ndahet në 3 cikle, ndahet në faza, edhe duhet të arrish fazat e thella të gjumit, do të bësh gjumë cilësor. Që personat që pin kafe para gjumit nuk bëjnë gjumë cilësor. Edhe kur zgjohen të nesërmen, i ndodh kjo gjë. Janë të lodhur, kanë uri shumë të lartë, janë stresuar edhe kështu me radhë. Pra pasqyrohen të nesërmen efektet e një gjumi të dobët. Kështu që kafen duhet ta mbajmë, unë për veten time e mbaj në orën 3 maksimumi kafen e fundit, edhe nuk konsumuar. Pra 3 pas ditës duhet jetë orari i fundit për ta konsumuar, të paktën kështu ka funksionuar në rastin tënd. Sa më larg natës është aq më mirë sepse kafja qëndron në sistem edhe bllokon receptorët që neve na vëjnë në gjumë, adenozinë. Dhe kam dëgjuar Pavli që në fakt duket sikur sa më shumë ti e konsumon kafen dhe sa më shumë e kthen në një pjesë të rutinës tënde, aq më shumë fillon edhe efekti i saj të duket do më shumë. Ti nuk e sheh. Pra praktikisht ti mund të pish kafe në orën 11 natës, edhe këto janë histori të vërteta treguara nga shumë mish apo persona të afërt që nuk është se i bën shumë përshtypje. Pra gjumi i zë kollaj. Çfarë mund të themi në këtë rast? Tani shiko, asnjë person nuk e di se çfarë efekti ka kafja në trurin tonë. Gjithë e pimë dhe kujtojmë, themi që na zgjon. Tani si funksionon? Truri jon ka ca receptor, mund të imagjinoni si gropa. Si gropa që lëshohet një hormon, adenozina, dhe kur futet ky hormoni ke këto gropat e trurit tonë, ne na vjen gjumë. Kafja çfarë bën? Kur pi kafe, kafja shkon dhe zë këto gropat që janë në tru. Edhe kur vjen ky hormon i gjumit, nuk ka vend ku të futet. Edhe nuk na vjen gjumë. Por me kalimin e kohës në tru, unë po e bëj thjesht, krijohen më shumë gropa. Pra hapen më shumë gropa për gjumin. Që ka nevojë më shumë të tjera për të mbushur. Për më shumë kafe, për më shumë kafe, për më shumë kafe. Prandaj kafja është shumë e mirë për të konsumuar për benefitet që ka antioksidant shumë të mirë, ndihmon në qarkullimin e gjakut dhe një ndër faktorët kryesorë që ul atë riskun e demencës është sepse ndihmon dhe në qarkullimin e gjakut në tru, ka goxha benefite, por ta pish për shembull kur bën një gjumë shumë të keq, edhe zgjohesh i lodhur dhe të pish kafe për ta kompensuar është e gabuar. Të pish kafe, siç e bëjnë shumë njerëz, për të përmirësuar tretjen. Okej, e rëndësishme kjo dhe do ndalemi. Do ndalemi. Është prapë e gabuar. Sepse atëherë është e vërtetë që kafja përmirëson tretjen. Pra gjithë personat që mund të kenë probleme me konstipacionin, mund t'i rregullojë dhe mund t'i përmirësojë, sepse kafja nxit lëvizshmërinë e zorrve. Por nuk mund të bazohemi në konsumimin e kafes dhe në zgjidhjen duke pirë kafe për të rregulluar tretjen. Sepse me kalimin e kohës, zorra do bëhet dembele. Pra, do mësohet që ti pi kafe për të rregulluar tretjen, edhe nuk do bëj më efekt. Nuk do bëj më punën e saj, po do kërkoj një stimulant, sikurse në këtë rast disa njerëz gjenë si zgjidhje kafen. Gjenë si zgjidhje kafen, kështu që nuk është gjë afatgjate, është efekt që vjen me benefitet e saj, por nëse nuk është shoqëruar me një dietë të mirë që të kesh një tretje të mirë me fibra, nëse bazohesh vetëm te kafja, vjen keq për shumë pak do kesh zgjidhje, për shumë pak kohë. Dhe ne nuk duam zgjidhje të tilla që zgjasin pak, po duam zgjidhje të mira që na sigurojnë edhe shëndet sa më të mirë. Për ata që nuk e konsumojnë kafen, Pavli, çfarë do i thoje? Apo bëjnë gabim, apo humbasin diçka të madhe sa i përket benefiteve, apo gjitha këto vlera që ne mund t'i marrim përmes kafes ka edhe mënyra të tjera se si t'i marrim përmes ushqyerjes? Nuk po bëjnë një gabim shumë të madh, them drejtën, sepse benefiti kryesor që ka kafja është që përmban antioksidant. Dhe një antioksidant shumë i mirë është për shembull kakao.
Edhe kakao është shumë i pasur me antioksidant, ose çokolata që thonë shumë njerëz, po çokolata me sheqer. Kështu që duke konsumuar antioksidant, për shembull siç është kakao, antioksidant siç është boronica, antioksidant siç mund të jenë frutat e pyllit, gjitha mjedra e kështu me radhë, antioksidant si mund të jetë portokalli e kështu. Merr prap po të njëjtat benefite. Pra konsumon antioksidant, konsumon polifenol që ulin riskun e diabetit, që ulin riskun e smundjeve të trurit edhe kështu me radhë. Kështu që nuk po humbin asnjë gjë. Thjesht persona që pinë kafe mos të ndjen faj, por ama ta limitojnë në 2-3 kafe në ditë është optimalja. Pra gjithmonë me një sasi të caktuar se pastaj bëhet problem po u teprua. Si çdo gjë. Ndërkohë, ka nga ta që kafen e kanë zëvendësuar me lëng frutash në mëngjes ose me smoothie, po bëjnë gabim? Atëre, lëngu frutave në mëngjes mund të t'japi energji, sepse normalisht do kesh rritje të lartë sheqerit në gjak, edhe kur ke rritje të lartë sheqerit në gjak normalisht do ndihesh energjik, por është e gabuar sepse frutat, në momentin që nuk i konsumon të plota, ke, siç thash, ke rritje të lartë sheqerit në gjak, por nëse ti nuk e shoqëron këtë rritje sheqerit në gjak me aktivitet fizik, ulesh dhe punon në laptop, në zyrë ose në kompjuter, atëherë kjo gjë do të bëjë që ti të shtosh pesh. Sepse e gjithë kjo rritje e sheqerit në gjak në kohë afatgjatë do bëjë që ndoshta edhe të ruash masë dhjamore. Kështu që nuk është gjëja perfekte që ti të pish lëng frutash esëll në mëngjes, edhe pse ta zëvendësosh kafen me lëng frutash, më mirë mos pi asgjë, nuk ka asnjë problem. Ose një gotoj, jo? Jo, ujë mëngjes është gjëja e parë që duhet pish, po, as nuk diskutohet. Domethënë, sa zgjohesh nga gjumi, gjëja e parë që duhet bësh duhet pish ujë kështu me patjetër. Po me kafe në ujë? Janë një kombinim i duhur, i drejtë, i domosdoshëm? Atëre, ka disa tregues që thonë që kafja ka një efekt të vogël në dehidratim, edhe është e vërtet sepse quhet efekti duratik që i bën njerëzit që të urinojnë më shpesh. Kështu që ta shoqërosh me ujë është zgjidhje e zgjuar. Sepse hidraton trupin nga ajo çfarë do të humbasë si pasojë asaj që po shkakton konsumimi i kafes në organizmin tënd. Tek stresi, tek ankthi, tek depresioni, tek gjendjet që kanë të bëjnë me shëndetin emocional, çfarë ka treguar ky studim edhe për ta ndarë me të tjerët? Tani shumë interesante është një studim, janë bërë shumë studime për kafen. Kafja mund të jetë një ndër suplementet më të studiuara në botë. Një studim tjetër tregon që femrat që konsumojnë kafe, të 2-3 diçka e tillë, kanë të paktën 20% më pak mundësi që të vuajnë nga depresioni. Pa femrat që janë konsumatore të rregullta të kafes. Është studim shumë interesant edhe shumë i vlefshëm. Siç e thash, sepse kafja ndihmon në qarkullimin e gjakut në tru, plus dhe antioksidantët që përmban dhe ka këtë lloj efekti. Por nga krahu tjetër, konsumimi për shembull i kafes tek adoleshentët është shumë problematik për sistemin nervor, sepse këta persona kanë në zhvillim sistemi nervor, kanë në zhvillim hormonet edhe kështu me radhë, kështu që konsumimi i kafes që është bërë dhe shumë evident sot në kohët e sotme që shumë të rinj konsumojnë kafe pa problem, do t'i shkaktojë ankth, do t'i shkaktojë edhe probleme tensionin, do t'i shkaktojë probleme hormonale, kështu që unë nuk e rekomandoj as pak konsumimin e kafes tek personat adoleshent. Pra do të fillojë në një moshë magjorene. 18 plus të paktën. Dhe kur trupi ka përfunduar ato ciklet e veta, edhe pse edhe 18 vjeç ka akoma kohë për të rritur. Ndërkohë, do doja të shoh shpesh në rrjetet e tua sociale me këshilla lidhur me mëngjesin, tani Pavli ta sqarojmë një herë mirë, cili është mëngjesi perfekt? Jo kafe esëll. Atëherë, mëngjesi perfekt, ja them njerëzve shumë shpesh, edhe prap shumë njerëz nuk e dinë. Është mëngjes i balancuar, me fokusi kryesor për mendimin tim është tek proteinat. Trupi jon nuk ngopet, truri nuk ngopet pa konsumuar mjaftueshëm proteina që janë rreth 30 gram. Nëse ti konsumon 30 gram proteina në mëngjes, një gjë do kesh sigur që do jesh shumë i ngopur gjatë ditës, edhe nuk do të marrë uria gjatë ditës, edhe do ta kesh më të lehtë që mos mbi konsumosh ushqim dhe në afatgjat mos shtosh shpesh. Kështu që perfekte do jenë veza, është burimi kryesor i proteinave që mund të konsumosh në mëngjes, gjithashtu kosi është prap burim shumë i mirë proteina, gjithashtu kemi edhe gjizën që është prap burim shumë i mirë proteina. Është një kombinim që mund bëjnë njerëzit është vezë 1 2 3 varet. 1 2 3? Po, pse jo? Si mundet? Ka shumë, më duket sasi shumë e madhe.
Varet nga persona, për shumë konsumet 3 vezë çdo mëngjes. Okej. Normalisht, nuk ka asnjë gjë të keqe veza, kupton, janë studime shumë të vjetra ato. Kështu që një person, 1, 2, 1, 3. Normalisht personat që kanë probleme me shëndetin e kështu me radhë, normalisht konsultojnë me mjekun. Unë flas gjithmonë për personat e shëndetshëm dhe normal. Pra, një mëngjes super perfekt është vezë, një sasi që njerëzit e zgjedhin vet, një fat buk me gjizë. Mund të jetë një zgjidhje me avokado, mund ta kombinoni, bëhet shumë e mirë, gjizë me avokado, edhe me limon sipër dhe me krip. Edhe nëse nuk të mjafton dhe kjo, nëse je person më i shëndetshëm dhe do më shumë energji, mund ta kombinosh bashkë me kos, me fruta pylli, me fruta të thata, me boronica, me bajame, arra dhe kështu me radhë. Pra merr mjaftueshëm proteina që je i ngopur gjatë ditës, merr karbohidrate dhe fibra të mira që do ndihmojnë dhe me tretjen gjatë ditës, plus edhe do kesh energji. Dhe ne kështu i duam të gjithë që t'jenë me energji edhe të jenë të gatshëm të tregohen produktiv në ambientet e tyre të përditshme, pa përmendur 100 herë në ditë dua të fle, sa u lodha, kur do mbaroj kjo dita punës, shkoj në shtëpi edhe të shtrihem, se i gjejmë këto gjithandej. Normalisht, patjetër. Unë falenderoj për çdo këshill.